Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës podcastit Arena e Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugazini. Përshëndetje për gjithë shikuesit. Bardh pa fillu bashkëbisedimin me të ftuarin e radhës, mos të harrojmë ta përmendim sponsorin tan Xfis, që mundson këtë podcast, ndërsa me neve është një ish futbollist i njohur, tash shumë vite trajner në futboll të madh, por edhe në futsal, Suad Keqi. Suad, mirë se vjen te Arena e Yjeve. Përshëndetje, mirë se u gjej, ju falenderoj për ftesën, punë dhe gjitha të mira të dëshiroj. Trajner, na gjithmonë me mysafir kemi shef janis prej zerës, edhe me pyet se çysh ka fillu dashnia e tyne për futbollin, edhe çysh ka nis ato vitet e para të karrierës. Kështu që tash ty po du me vet ka lind pasioni për futbollin, trajner, edhe çysh ke fillu me u marrë me futbollin. Edhe pse jam bo këgja vjet, po besoj që të kujtohen. Tash 13 vite unë kam lënë futbollin, do të thotë në moshën 43 vjeçare futbollit i kam dhënë fund me futsal, ndërsa në futboll të madh në moshën 39 vjeçare. Sa për fillim, për informim të gjithë shikuesve, tek ne në familjen Keqi është si tradit futbolli, pasi që edhe axhallorët kanë qenë, pastaj edhe baba, më vonë në ndërkohë ka arritur edhe Sunoj vllai i madh, pastaj jemi edhe ne dy të tjerë, unë dhe Sedati. Futbollin kam filluar qysh në moshën 15 vjeçare, mirë, po para futbollit unë kam luajtur ping-pong për 7 vite dhe kam arritur që të jem edhe kampion i Kosovës në konkurrencën e pionerëve. Mirë, po duke parat sidomos në shkollën fillore, ku arsimtarët e edukatës fizike gjatë orëve të edukatës fizike, duke luajtur aty dhe më kanë thënë se unë duhet të shkoj dhe të vazhdoj për në futboll. Mirë, po të them ashtu, për njëherë nuk kam filluar, pas një viti e gjysmë, kam qenë duke u kthyer nga Shibeniku, ku ky ka qenë një rast dhe jam ndolur në Vinkovc. Ka qenë viti dikun 85-86, mos gabojmë, ka qenë Dinamo Vinkovcit Prishtina. Dhe aty, pas ndeshjes, kur jemi kthy për në shtëpi, unë kam marrë me lojtarët e Prishtinës, në atë kohë, pasi që Arbënurin Marinin edhe kemi si këshi aty, me shtëpia, tha hajde ti me neve, dhe kam pasur si janë kushtet në futboll, dhe çfarë janë. Dhe prej aty të nesërmën, pastaj Fadili Vokri Ndjer më ka thonë se duhet të vi në stadium të Prishtinës. Në atë kohë ka qenë trener Petar Dončić për Pioner, dhe luajna në ashtu 2 golla, të them, deri te mesi fushës, dikun peja tyne 10 golla, 7-8 i kom shënu vetë, dhe ai thot, mirë, thot, renditu anej, dhe Fadili shkën. Pastaj kthehem dhe unë nuk jam në atë listë fore. Nuk më fusin në atë listën që duhet të vazhdoj, dhe kthehem në shtëpi. Kur kthehena në shtëpi, ato një javë ditë e para, ka qenë pastaj edhe një trener tjetër, ne kemi thonë Sheki, ashtu e kemi quajtur gjithë, dhe futbollin e kam filluar në Rudnikën e Kishnicës, do të thotë vitin 85-86, si një 15 vjeçare gjysmë, të them. Prej aty të fillon kjo karrierë 24 vjeçare e futbollit. Te Rudniki nuk qëndron gjatë, edhe e plotson dëshirën mu bo pjesë e Prishtinës, moshën 18 apo në 19 vjeçare, veç bosh pjesë e klubit qytetit ku je lindë dhe rrit. Që shikujton këto vjete para? Me 19 vjet vij në Prishtinë, në ekip të parë. Në ekipin e parë, dhe aty pasi edhe Sunoj ka qenë shumë më herët, dhe në atë kohë ka qenë edhe kapiteni i ekipit. Vi në Prishtinë dhe për një vit gati ashtu, trener ka qenë Bacajet,
për një vit mund të themi se ne nuk kemi luajtur shumë. Po. Në ndeshje, pasi që ekipi ka qenë, mund të them, mjaft i fort dhe ka garuar që të hyjë në ligën, të bëj atë rikthimin, edhe pse një vit më herët ka qenë ndoshta shumë më ngat se sa këtë vitin kur unë kam marrë në Prishtinë. Pastaj në vitin 91 ne kemi dalë nga stadiumi, kemi lshu dhe Dhe më thonë vitin e parë e ke nëzonë të një Jugoslavi. po në vitin e parë kam qenë aty në, do të thotë, ish liga e dytë e Jugosllavisë dhe kemi vazhduar ashtu, pastaj kemi dalë nga stadiumi ku prej atij vitit, do të thotë prej vitit 91 deri në vitin 94 unë kam qenë në Prishtinë. Vitin e parë kemi qenë kampion me Prishtinën, pastaj Qysh ke ky trofeu i parë? po tash ne ashtu e quajmë edhe veten, do të thotë jemi gjeneratët e sakrificës, Po. sepse kemi bo një gjest ndoshta që për rallë kush ka bo dikun në përbot. Sepse ti të dalësh pe stadionit ku dihet se për çka luhet futboll edhe se janë kushtet, pastaj në për ato kushte të improvizuar apo ne si lojtar pak më teknik e kemi pas shumë vështirë. Dhe nuk ka qenë lehtë që tash të adaptosh prej atyne kushteve apo prej atyne fushave dhe të dalësh në këto fusha. Mirë po, kemi arritur që të mbledhemi ashtu dhe sidomos në vitin e parë, shembull tash unë kam zonë aty lojtarë edhe të gjeneratës së ortë. Po. Shembull me Jusuf Tërtoshin, Ganila Pashtica, Sejt Kelmendi, plot tjerë. Pastaj ka qenë Isa Sadriu, Muharrem Saiti, Famnis Tublla, Arsim Goshi, Fadil Berisha, gjithë këta ish lojtarë të asoj kohe. Dhe ne dal nga dal duke afru dhe pasi që disa dolën jashtë dhe shfrytzuan ato mundësitë e atyre, ne vazhduam deri në vitin 94. Në vitin 94 përmes klubit të futbollit Kosova e Prishtinës, ku atëherë kryetari tanishëm i Federatës së Futbollit Agim Ademi më ftoi që të jem edhe unë mosafir i ekipit të tij, i cili do të shkonte në Plovdiv, ku do të zhvilloheshin 2 ndeshje kundër Lokomotivës së Plovdivit dhe aty Bullgari. po. Aty trajneri i ekipit të parë, kur përfundoi ndeshja e parë, ai kërkoi që nga menaxheri i ekipit të atërshëm Rashid Shinipotuk, i cili edhe ka qenë kryetari i klubit, tha se unë duhet të mbetem aty dhe të vazhdoj të luaj aty. Do të thotë kjo ka qenë edhe si një shaj falënderimi, sepse shkumin edhe bardhën më shumë kom përfitu prej futbollit vogël, sa më kam pa njerëz të luajt futboll vogël dhe kom fitu shumë më shumë për me shkune për ekipe tjera. Po. Do të thotë nuk u kon ajo që jo s'bën me luajt futboll vogël. Në përket buhet në luajt futbolli vogël. Po. Tash çka është mundësia dhe mangësia më e madhe, është se nuk luhet shumë futbolli vogël. Unë dhe si trajner dal edhe në për shkolla shoh, mirë po nuk ka futboll vogël. Po. Pak. Do të thotë kjo është një Ja mangësi, ndalojnë herët. është një mangësi shumë e madhe. Unë nuk jam për ato që tash kampionatin në rregull. Shembull në ato konat e improvizume, pas kemi pas qare pa luajt futboll vogël se është Me mojt formën e me... unë tash me mojt formën është dasht me pas lek që thënë tanë Shqipni, me fitu diçka, mirë po, pa luajt futboll vogël, shembull tash në atë kohë kon turniri i Gozit të ndjerë, dhe unë prej shkollës tash në Infroshi, do të thotë kam arrit që të shkoj edhe deri në Bullgari, pastaj edhe pas 3 vitesh në një turnir të futbollit të vogël në Kumanov, ku më ka ftu Muharremi Saiti dhe Kemal Halimi, ish trajneri i Gjilanit. Më thonë se duhet të vi deri në Gjilan dhe të shkojmë për në Kumanov, e ku aty kemi luajtur me ekipin e më të mirë të futsallit në Maqedoni, Kuba, ku ne fitojmë ndeshjen dhe pas asaj ndeshje ata interesuan dhe më thonë se duhet të mbes prap aty, do të thotë prej futbollit vogël, kom dal në futboll të madh. Do të thotë u kon ajo që nuk është se të bën dam. Përkundrazi teknikisht të mund shumë u zhvillu. Po. Dhe mundsh me dal edhe me përfitu ndoshta edhe shumë më shumë. Po. E ku të nolëm pak tek që kjo koha në Plovdiv pas
pas orave, me thonë kështu kushtimisht që tha kena lu 4 vite aje gjenerata sakrificës, Po. qysh ke dallimi me kur shkuve në Plovdiv Bullgari edhe qysh ke kalu, se aty nuk e shku vet. Unë aty kam qenë edhe me Muharremin, Saiti, po. Pas 6 muajve aty kanë ardhur edhe kushtrimi Munishi edhe sepse kushtrimi ka qenë edhe natë kohë. Mirë po tash 3, se aty ka qenë edhe një, ose përmenin këta këshive një lejtar, që s'du më asë mi përmen, dhe nuk kemi mujtë që të jemi 4. Po. Do të ka qenë atër me 3 të huj, dhe tash kemi mbetë unë edhe Muharremi. Për natë kohë, deri sa kemi qenë bashkë, shembull me Muharremin mu më ka ndihmu shumë herë në lojë, stërvitje, pasi që unë atër, them, në 19 vjetë e gjys 20, mirë po gjithmonë më ka qenë kraj gjatë, dhe më ka ndihmuar shumë herë, si në lojë, si në kudo qoftë, kudo që kemi qenë, dhe aty kam fituar edhe Novkën Ballakove i Bullgarisë. Ballakove. Po. Pastaj, prej atyt për një vit, mund të them se gjysmëstinorin e parë ka qenë shumë mirë. Pastaj gjysmëstinorin e dytë, jo aq mirë, sot kam qenë në stinorin e vjeshtë. Pore, a mershi? Paret kemi pas kështu, sepse kemi pas Rashidin Zhini Potokën. Jo shumë pare, mirë po ka qenë ato rrugat që i ke pas dhe kontrata shembull ne kemi pas me Rashidin, po jo aq shumë të moja. Po. Trajner masoj aventuret themi jo shumë gatë një vjeqare me Lokomotivën e Plovdivit, e kthy pranë Kosovë, kësaj radhet e Dugaxhini. Po. Qysh ke kalu në Klinë edhe kjo aventurë në Bullgaria, sot ka ndihmu kur e kthy në Kosovë? Mu shembull si futbollist më ka ngritë shumë. Po. Mirë por edhe si personalitet dhe duke parë se si zhvilluan ndeshjet, sepse te ne ka qenë shumë ndryshe. Shembull, ti u dash murujt jo prej policisë, s'kishim as ushtrit kryme, ku ta di, jo në nalshin prej autobusave, jo këto punktet. Nashta te Dugaxhini ka qenë ma e mirë të mirës ku kam gjetur një shoqni ku mund të them se gjysa e ekipit kemi qenë reprezentues të Kosovës. Duke filluar prej Florentit Karahodës në Port, pastaj ka qenë Bardhet Seferi, Bashkimi Drizi, Jeton Qobreli, Fesnik Lyta, Idriz Elezaj, Borim Berisha, do të mund të them 7-8 kemi qenë veç reprezentues të Kosovës dhe kemi arritur deri në finalen e Kupës së Kosovës, ku unë nuk kam qenë atëra për atë lojë. Kam shku në prova në Slovaki përmes të ndjerit tashmë Fadil Pasjoqa, i cili po ashtu nga një turnir këtu te shkolla e futbollit që kjo në Froshe. Pre atyt ne kemi shku me Adilin edhe Ametin. Ameti është kthy më herë sepse në pasaport ka pas probleme me pasaport. Dhe vizat nuk e japshin për fundin 9 muajve. Ameti Besilica? Po. Okay. Në Dugaxhin Klinës, shembull, ne kemi luajtur në fshatin Zllakuqan, ku ka qenë ndoshta një prej fushave më të mira, të them, të asaj kohe. Kemi pas një ekip mas pari kam pas trener aty Abbas Kosumin, pastaj edhe Rafetin Prekozin. Kam pas edhe të ndjerin dhe shumë të respektumin trenerin Jashar Peci. Po nuk kemi pas të them ashtu sukses, sepse 4 ndeshjet e parë të cilat kemi zhvilluar, 4 ndeshje kemi luajtur baras, dhe pastaj ai pas ndeshjes me Ravesin ku ne fitojmë ndeshjen, ndodh ajo që ai vdes. Po në Klinë, shembull, unë duhet të jem falendërues. Sa konë e vështirë trener, pasi që i përmene punktet e jo keni uthu pe Prishtine, disa pe futbollistëve se i përmende burimin e disa. Shpesher shkumbin ne kemi pas problem sidomos te Drenosi aty Komaran, ku ka ai punkti, po jo që na kanë bërë diçka. Po ato ndalesat që kanë qenë normale, ndonjëherë kemi kthy, ndoshta kemi shku ka Mitrovica për Istogë, kemi dol ka Gjurakovci dhe Knela ka Vushtria. Po shumicën e rasteve do thot për një vjet që kam udhëtu atje,
këto kanë qenë ato problemet që kanë, jo pse luni, jo pse kush u ka thonë, që si këto si me lyp keshe da informata, po nëse që mi morë kor me ato, dikur edhe mësun, edhe i kanë ditë ata edhe marët se na, normale. se kush jemi, s'ka jemi, mirë po kështu diçka jo. Ka jeni konë të rëzikum në herë, ka jeni këthy, mos me mujtë mu këthy, mu detyru me bujt atja me. Po, ka ndodhë shpesh herë, shambull në Klin, unë kom bujt të pronori klubit të Arbon Desku, pastaj kom 2-3 herë kam qëllu edhe të Bacamark, përgjegja i cili ka qenë edhe kryetori i klubit. Një njeri me tipore shumë njerëzore dhe shumë sportive, i cili asnjëherë nuk kalon që në atë fshat. Pa morë parasysh sa kemi fitu na Dugazini apo kemi humb, që të ndodhë diçka jashta lojës. Po gjithmonë me sportivitet, një njeri i cili kalon shumë. Për mu, unë mendoj se mas Beqir Aliut, një njeri po ashtu të cilën e kam taku të Prishtina dhe atëherë unë që kam po ka qenë njëri prej atyne ideatorëve që na mos të rrim në stadiumin e Prishtinës. E sot që stadiumin Drenic është në emër të vllahut të tij, Bajram Ali. Trajner tash, mas që veçim të shku kronologjikisht, ti prej Klinës ke kalu në Kozhicë në prova. Koshicë. Po. Kush ka qenë iniciatori kësaj lëvizjes tonë edhe çka ka ndodhur atje nëse? Fadili Pasjoqja ka qenë dhe ne kemi shkuar në 3 klube. Ka qenë Koshica, ka qenë Interi Bratislavës, edhe ka qenë Sparta. Mirë po ne, unë shambull kam mujtër, ndoshta më së mirë të kaloj aty bashkë në Koshice. Mirë po tani aty ka ndodhur se duhet të flasim për disa kontrata, ne nuk i kemi pasur edhe dokumentat shumë të rregullta sepse pushon një vjetin nuk jena tep sistemin e UEFA-s e FIFA-s, edhe për një muaj e gjys, sa kemi qenë aty, ne kemi kaluar shumë mirë, sidomos klubin e Koshicës ku kam po një pas Lokomotivës, kam po një klub shumë të organizuar. Edhe pse ka qenë në atë kohë vendin e 4, kur dihet se Slovani Bratislavës është një prej klubeve më të mira, e që ne nesër do të takohemi me ata Slovakët. Trener, mas soj aventure shkurt u ktheve te Prishtina dhe u ktheve apet e trofet, po tash me një kohë kur sanët veç fillun mu vështirësu se ishin vitet kur veç filloi lufta ose... Ndoshta kjo ka qenë edhe sezona më e mirë e imja në Kosovë, ku kom qenë golshënuesi 2 me 9 golla. Mendoj se në atë kohë po ashtu edhe këtu e kemi pas një ekip, them, ku 4-5 lojtarë kemi qenë edhe po ashtu reprezentues, ku edhe zhvillojmë ndeshjen në Kavoj kundër reprezentacionit Shqipërisë, ka qenë edhe një reprezentacion i shqiptarëve nga Amerika dhe Besa Kavojës. E selektor ka qenë Bilbil Sokoli. 96, 96. E 92-ën kom qenë në Tetov me reprezentacion të Kosovës, do thot me 18 vjet. Është ndeshja e parë e reprezentacionit të Kosovës që luhet jashta kufeve. Që shikojtën këtu ndeshjet, sidomos në këtë kohë kaq fshina? Çfarë ndjenje kon ky përfaqësimi? Shkumbin tash që si morim në atë kohë, si çfarë lojtar kanë qenë dhe tash unë me dorë si gjëna, është me dol ata emra, është gjëna për mu mos mu përmend. Do të me lujtën me Skënder Shëngyllin, Rames Krasniqin, emra emra shumë paj. Edhe të njoftën si në futbollin e Jugosllavisë, si në futbollin tonë. Pastaj u konë edhe Gent Soxha, Ibrahim Domi, tash përbesa dhe i kom marru shumë emra aty. Mirë po, ka qenë, do të thotë ata gjithmonë kanë ndihmu edhe më kanë nejtë në krah, e atër ka qenë Basajat selektor, edhe Bilbili ka qenë zavës. Po, futbollit këto i ka. Futbollit të afran.
futbolli t'jep mundësi për mu njoftu me njerëz, me komunitete shumë ndryshme. Këto mas mire kom vrejt tash prej se jam selektori i futsallit tunë në Maj dhe në Dims, trener në O, do të shes se sa ka dallim ajo kohë me këtë. Po. Trener mas një kohë e pastaj ke kalu te Besiana që në atë kohë ka qenë ekipi organizume dhe me lojtarë shumë të mirë. Qysh ka qenë eksperienca jote te Besiana? Te Besiana ne kemi shkuar 5 lojtarë nga Prishtina. Do të gjysa ekipit. Mirë po çka ndodh? Në gjysë kampionatit neve Prishtina na mund 2-1 pse na ishim gotë thuja se pashtë një ekip me mjaft lojtarë të mirë dhe me eksperiencë shumë të madhe. Mirë po Prishtina na mund, po në atë vit ndërprehet kampionati. Do të kampionati vitin 98 pranverës nuk zhvillohet fare, ne përfundojmë 3 ekipe përfundojmë me 40 pikë. Gorën do të na Besa dhe Flamurtari. Po Besion, për shembull, Ertoni ka qenë një njeri i cili jo vetëm në futboll, jo vetëm në aspektin e sportit. Ai njeri ka ndihmuar shumë edhe në shumë lami tjera. Sidomos në arsim në rajonin e Llopit, ose edhe me ndihma nëpër familjet skamnorëve, ku ta di. Do të thotë ai ka qenë për neve si një prind. Shembull, kur kemi shku për Podujev, nuk kemi pas as shumë probleme, shembull sikur kur kemi shku në Klin. Polici ka pas. Po. Mirë po jo ashtu me të nale, me të verifikue ku ta djen. Po në Besion, shembull, si ekip kemi kalu mirë edhe pse kemi pas edhe një rival lokal aty Llopin, i cili po ashtu ka qenë një ekip mjaft e mirë, e pastaj kërsiti lufta dhe vitin 98 u ndërprejnë të gjitha ato lojra dhe ne nuk kishim mundësi. Prej aty pastaj kemi pushuar deri në verë dhe verën e vitit 98 kam shku në Kumanov. Trener në Kumanov të bashkimi ke kalu 7 apo 8 vjetë, 7 vjet. po edhe është klubi ku e ke kalu pjesën më të madhe ose klubi që ke lujt mas shumë ti. Qysh e kujton kohën Maqedoni, në Kumanov të bashkimi, se je bu edhe idhulli tifozëve, ato një dashuri shumë të madhe tifoz për ty. Do shta Na ka dhënë fillim une- qysh u kon mikpritja, e pastaj edhe pak, pasi që ke lu gjatë qa ka pos interesant si të ka bu me nejt. A gjatë në shembull, Kumanov. shkumbin atër, do të kur kemi shku, kemi qenë edhe me Met Kurda, dhe kryetari i klubit, Lutfi Hyda, ka pas një respekt dhe një dashuri shumë më të madhe ndaj me e kështu. Po, E sidomos ka qenë ai turniri 2 vjeçit më përpara, ku edhe ai është një njeri me tipore shumë patriotike dhe shumë njerëzore, ku edhe të tria luftat kanë ndihmuar Ha. mos të madhe. Dhe ai, si kam shku aty, duhet ta falenderoj edhe një person tjetër aty, Lutfi Quti, i cili ta kanë qenë mik edhe dhëndër. po, Një vjet ka qenë ky drejtori i klubit, një vjet ka qenë ky kryetari i klubit, pastaj u ndryshin. po, E fotim i mirë dhe sportiv në atë ku ka qenë që kam pos për mu personalisht, është mendimi jam personal, trenerin më të mirë që kam pos në herë në jetë ka qenë që e kam pos Mensur Nexhipi. Ky njeri, shembull, duke e ditur, përshëndesëm Axhil Mensur, kem pos para po sa muaj. ka qenë edhe musafiri juaj këtu, do thotë unë të Mensuri jam grit shumë më shumë në aspektin e nivelit të futbollit madh. Po. Nuk kam pas shumë privilegj tek ai so kështu dashni që ka tregu ndaj meje. Po. Mirë po në fushë futbollit ai nuk ka pas kur fa respektit. Do të thotë ka pas një trajtim shumë ndoshta për 2-3 më të madh se ndaj tjerëve se me mu. Edhe pse më ka njohur si fëmijë të vogël,
ku ta di, mirë po gjithmonë e ka lyp 100% gjithmonë fush. Dhe për 2 vjet so kemi qenë bashkë, do thotë pe vitit 98 deri në vitin 2000 bashkë, unë tek ai jam ngrit shumë më shumë si futbollist në futbollin e madh. Që shohën këtu vjetë sukseset e Vitin e parë porti me tifoz, me qytetarë. përgjithësi unë nuk muj Se tash. është një qytet bukur mikprit shqiptar të Kumanovës, edhe patriot mëdhej. Qofse i morim për patriotizëm dhe i morim përgjithësi, atëherë del se komuna e Kumanovës, do thotë me rrethin, dije se çka kanë bë. Po. Sin luftën e Kosovës, sin luftën e po jo vetëm shqiptarët e Kumanovës, nuk bën të harrojmë edhe pjesën perëndimore. Sidomos luftën tonë, ku ata kanë bë gjithat mundat. Nuk do të më harrua as Shqipnisë. Normalisht. Nuk do të më harrua as shqiptarën në luginën e Peshevës, shembull derisa s'ka kërsit atje ose marsin e Molit Zi. Po unë mendoj se në Kumanov shkumba por ato 7 vjet, edhe sot me shku, tash mi marr 5.000 majica veç me ma shkrujt në bjamnin, ata kanë me marrë me ma lyp me njerë. Kom pas një farë respekti dhe një farë nderi se do të për ato 7 vjet sa kom lujt, vjetin e parë kemi arritur deri te vani 3, vitin e dytë kemi kalu ligën unike. Se aty ka qenë liga e ndonë me Perëndim Lindje. Pastaj vitin e 3 kemi pas një ramje të vogël. Veç sa s'kemi ra pe ligë. E vitin e 4 jemi kvalifiku për ligën e parë. Ligën e parë do të tash ka qenë pak që është normale se vjen një ekip e re dhe kualifikohet në gara. Vitin e parë nuk është se kemi kaluar keq, jemi konë në mes tabelës. Pastaj vitin e dytë kemi arrit deri te vani 4. Mirë po ekipi është përforcu shumë më shumë. Mirë po edhe për shembull kur kemi shku tash ne jemi ndër ekipet e para që kemi shku në tani. Vitin 2000 do të thotë unë kom po lojtar Borussia Dortmund, ku ta di. Që kanë qenë edhe ata në përgatitje. Atë kanë qenë bashkë me neve në hotel. Po me ai që bukën e njëjtë. Pse futboll edhe na ekipet shqiptare si Dortmundi. Na jemi kështu si mentalitet ku jemi pak si në gjak nxehtë, dojmë shpejt e shpejt mi kry punë. Po nuk kemi që durojmë. Dojmë për njëherë. Dojmë që ashtë suksesi shpejt. Me orë dejtë e suksesi. Nuk mujmë ka shpejt. Do të gradualisht dhe me shku shkollë, normal që tash na peshojmë edhe vetë edhe me kombëtarën tënë. Fillim kemi qenë shumë më dop. Ka dalë gradualisht të ngrit, edhe tash që pe grupit C kemi orë në grup B jemi konë grupin shumë të fort. Tash kush do në mundet me thonë që ka dush, po edhe për mu ka qenë shumë që jemi kvalifiku. Do të ti me mujtë Suedin 2 herë, me Slovenin, një herë me lujt Boras, një herë me mujtë, edhe me Zvicrën me hup një lujë me met Boras, nuk është pak. Veç kush rranë se kena paramenu as një. Tash muj me thonë që ka dush, na mujna me thonë. Rastin ma të mirë kena menu që një 3 pikë. Mujna Slovenin, bile më rana, që ashtu... 3-4, nashta hajde që edhe që Zvicrën që kry që ke luja këtu, dhe të një 4 pikë. Po për ma shumë, unë nuk kom besu për veten. Ti me po fulli, po këta djem e meritoj një lavdot shumë të mëdhe, përgjithësi krejt duke fillu prej kryetorit federatës e deri te Aron Murić, i cili ka bo gjithë shka që ne të jemi këto. Jo veç Aron Murić, po se cili lojtar në atë pozitën e vetë. Po pelojmë dejtë e kë. Dejtë e për tjere. Qa jo me në aru shpinën, që ato e kemë të mëromin. Qaj dhosh zët edhe nesër për mas shpinës tina mos tjetë kur gjë. Presojmë një rezultat. Trajner Shkumbini e tha që te bashkimin Kumanov ke qëndru mas gjati në karrierën tonë në 7 vite, ku mas soj aventure prapje këtu në Kosovë kësaj radhe te Flamurtari, ku me këtë ekip ke arrit edhe mu kualifiku në finalet Kupës Kosovës, ku aty ke humb finali kundër Liris. Po, e ku mu edhe penalin. Që ke humb një penalti.
Qysh e kujton sot atë moment? Për shkak se me humb një penallti dihet, askush s'ka qef sidomos me një finale ku është mbytyje trofeu. Po ne atëherë kemi arritur në finale, mund të them, ndoshta pak si shumë e fat. Sidomos deshën gjysmë finalin, deshën e parë kemi luajtur me Shqiponjën Pej ku ata na kanë deklasu me një rezultat shumë thellë, 3-0, do thotë që në kup është pak problem tash Me rikthi. me rikthy atë rezultat. Mirë po, ne me bo ashtu them një, se në atë kohë kom qenë edhe vetë kapitani i ekipit, edhe kemi kthy rezultatet, dhe në penalti Behar Blakqori ka mbrojt 3 penalti. Do të thotë tash e mora këto si shembull se du me dojtë të loja finale, se që kërë në kanë duhet neve në finale. Na i upëm 3 penalti. Tash që do me thonë që në futbol që nuk jetë gjithë që është ki qefti. Pa kom Behar Blakqori, a mos u kom bërim Fejza. Ja, Behar Blakqori kom. Behar Blakqori kom portier me Shqiponjën. A, okej. Se tash mos të flamurtare. Ja, në ka pështuaj atë loj, në atë ku për Shqiponën lujke edhe Fatos Beqiraj. Po. Një pej lejtorën më të mirë, Që ka më ndodhur shuftës, që ka ndodhur pej futbollit Kosovës, edhe do të me konë krenor në krejt që kema si futbolista. Se tash na peshojmë edhe pej luqit tonë që shumë lejtor janë kombëtare. Po. Edhe përfaqësojnë me shumë dinjitet që tash kombini s'ka kjo puna jonë ata Gjermane na, që edhe na po bom Gjerman. Po. Ja, ishte vërtet. Unë mendoj se që atëhere ndoshta edhe pse pak e kemi nënçmu liri, se liria veç ke e rome pe ligë edhe kemi parë pak luen me një letësim, hajtë se i mujnë. Edhe po pluja ka daldole, përfundoj ndeshja rregullt, shkun vazhdime, prap 0-0, dhe aty tragjik, them, kështu shlershëm, në ato rastet e penaltis, kom qenë une, fatën Zenullohu edhe Hifzi Hameti. Një trej keni u penollat. Na të tret kena u penollat, atar i dhanë edhe e fitun kupën. A i keni u Ka qenë tre të rena? 3-3. Ai, s'pas një po sarallak mi Fish, as këna mujtë, bile njone të epke, po Se cili tani presionin ja ka gju tjetër. kejt tash u bartë ke vesh, për shembull, pej fatunit ka qenë i pore, ajt pej fatunit kë upi s'ko lidhe, edhe i liris, tash erdhë rastit ton, e mbrojti portieri, edhe i vzi, ajt dytën e dhanë, edhe i vzia upi, tretën, edhe përfundoj. Kjo ka qenë ajo me, edhe pse ndoshta na ato para pregaditjet i kemi bo shumë herë që kupën do e more me do të ta qojmë te Gjemali. A i blejt sukat e. Edhe sukat edhe mishin edhe ketë, po metëm. Me ato vaj pi. As mi pi, as mi hongër. A ja u këthaj diskonti ble. Ato nuk e di se ato janë morë ata kryesia e klubit. Po edhe aty në flamurtar për 4 vjet do të konë shoqëni e mirë edhe kemi kalu mirë. Unë shambull gjithkon se në klub, mirë po sikur bashkim Kumanovës kërkon. Do të për mu bashkimi Kumanovës konë ka poki që ka mujtë me vërim futbol të madh. Po. Trener në fund pas flamurtarit edhe një periudhë shkurt të fushkosua edhe vendose mi varë këpucët dhe ngort. A që shërë kë vendim, a të la futbolit ty, a le të futbolin, a ke vështirë, se ti, unë e të një pak edhe personalisht ka ku që një me di që futbolli i madh, s'po thom i zorit, gjithë ma shumë të ka flejt futbolli i vogël. Mo vëlloj futboll të madh, me thonë drejtën, nuk, po në spjegu edhe marë, nuk u konë që kom pos në i farë dëshirë shumë të madhe. Futboll të madh, hajde burë se s'ko lirë. Ma shumë shambull jam kënoq futboll të vogël se futboll të madh. Shambull nashtan, kur kom dhonë na i guhet futboll të madh, s'kom dit as më gëzu, po shambull futboll të vogël me mujtë dikush, në 2 javë det s'kom dorë për shpisë. E kom posë që ashtu i notin që futboll të vogël s'du me mujtë. Tani që shtu, po edhe në për turnire, shambullën... Mirë që ke hu pak trener se pas ke pos me metë veç në shpe. Po ja, në shpes, s'ko mujtë me metë se në përgjithësi kështu shumë gorat futbollit të vogël i kom fitu edhe se kom posat problem.
si në Prishtinë, si në Gjakov, si në Mitrovic, si nuk di ku. Shamull Kumanov, në Pazar kemi qenë para luftë bashkë 98-ën. Edhe kemi fitu turnirin, tash ka gëzu rosti që turnirin e Ramazanit, a? po, tash ka gëzu rosti që edhe këta djemt e Kosovës e kanë fitu tash fund para një javë dite, ku kanë qenë Doni, Loni, Margimi, do të thotë që shqiptarët veç po shkojmë në alternatë. Sa ke i vështirë vendimi mu pensionu? Vendimi po u bën 39 vjetë edhe kur e shë vetën që nuk munësh, nuk jaj që ti dëshirën e ki, po Bolgat pas kelju. mundësit nuk janë. Edhe duesh mu nol pak edhe me ndu edhe mu të rekë. Gradualisht të lujnë fush Kosovë edhe e kum po mes fush, dikur filloj pak edhe më rrit intensiteti se ma shpejt u lujke, ma gjemt ma shpejt, ka leshin, edhe tash ti dush me po vetën që ku akord, mu stopirat edhe me thonë futbolit falënderit. Trajner, mas këtë soj karrierë në futbol, ti u pensionove prej futbolit, po nuk u shkpute prej këtij sporti edhe fillove me njerë pa humë shumë si trajner. Po, Gjatë viteve të fundit si futbolist, a e ke mendu që mas pensionimit me u morë me trajner laka, po ka ndodhë pak ma vonë kja? jo, Ka orë vendimi për... to barë dhe kum pos shamull shpesher kur kum konë të lujt edhe shumicën e rasteve të full me trenera gjatë lujës, do thot kur janë kry pjesët e para, shpesher kom full me ata edhe se qysh muj me qarkullu edhe qysh muj me bo lujën, e tani ata 3-4 trenera thëshin, a ki mu bo trener, e mu ve ke mërzi. Jo, ma i këshfar treneri zbonon e trener. A, dhe ke kime po, e shre, pse afrohesh kështu e qysh pelyp ato e tash ketë këto e në konë ato rrethonat që mu ma kam pru, hajde e lash futbolin të këshyri tash si trener. Edhe fush Kosovë se kun kry do të thëtë karierën e futbolit, kryesia e klubit atër ka vendosë që on me nërë mu bo trener, edhe kemi arritur deri te veni i tretë. E tani ndodhe i rasti ku Kosova përjashtu nga liga. Po. Edhe trener më tani vazhdove, pe fush Kosovës, Pe fush Kosovës të pas flamurtar jam kon te unë në meqat, te Prishtina. po, e te Prishtina. Nisi me të shishmukja. Po, në fillim është interesant, do shkome se tani kur ishe fëmit, adhen të dorë dhe dëshira e tyne me lujte, të rritët edhe ty qefi. Të shtohen apetitet edhe ty tani e shet që pse jo, pse mos me vazhdu. Mi po do të mi morë gjonat gjithmonë me sportivitet. Loja është një loj ku luhet, zhvillohet hup, shkën një ebdurën, një të në mirë ose fitan, vjen ajta ebdurën edhe këto gjona na do të mi kuptu shumë ma shumë, më pëthëm këto gjona se shamulli shë pej 2017 që dalë që shtu me futsal, do të thëtë se qëfar kultura. Pa marë parasysh, loja zhvillohet gora, bëhet gorë. Loja është që luftohet e dënë ti me fitu, a i dënë me fitu, mirë po në fund, vinë krejt gjonat që ti duesh më përshëndet edhe me ecë. Trajner, mas kësaj aventure që ta shkumbini ke qenë trajneri grupmushave të flamurtarit unë 19, ju keni kalu të Prishtina të ekipi femrave, ku ato e keni pas një sukses bagit ma, për shkak se për 3 vite keni arrit me fitu 3 trofej rresht. 3 tituj edhe 2 kupa. Po. Veç një kupe këna upë. Gjysë finale këna upë e Mitrovicës, vitin e 2 të gorove. Po. Vitin e pari kemi fitu 2, vitin e 2 kemi fitu veç titullin, gjysë finale nga ka mujtë Mitrovica në Prishtinë, vitin e 3 prapë kemi fitu, ku vitin e 3 ka qenë edhe trajneri deri tani shumë i Dugazinit duhe për gjukaj, sepse unë dalë prej 1 prillit deri në fund kampionatit dalë në ekipor, u dhe që ekipën e por dhe nuk kom pos drejt të rinë bankin. Po. E dhe në atë ku jem kone dhe treneri juniorve, ku do të thëtë i kom u dhe që edhe juniort edhe femnat. E me 2 kemi dollë kampion, do të thëtë edhe me junior, edhe me femnat nuk u konë
përpos Mitrovicës, që tash e shohim edhe Mitrovicën edhe sot dhe kësaj dite që ajo vazhdon të jetë. Nuk kemi pas ndonjë kandidat tjetër që ka mujt më na bo boll ose më na kundërshtu për rezultatet që i kemi arritë. Trajnere përmende që në vitin e tretë sa ke qenë te futbolli femrave, vjen oferta për me të bo trajner të ekipit parë Prishtinës. A ke kjo një përmbushje për ty si trajner, më bo trajner e ekipit parë të Prishtinës, një klub që e përmendëm që e rrit? Të thëmë drejtën, unë edhe nuk e kam pritat shumë në atë kohë, se do të bëj këtë 2 vjetë që ishim pa titull. Mirë po, Afrimi Toporoni ka qenë trajneri i ekipit parë, dhe pas humbjes në mos gabusha, tash komaru, ka qenë me Fush Kosovën, edhe aty Afrimi marrveshje me kryesin e klubit, pastaj vin Remzi Ejupi, Ahmet Kurtulli edhe Afrim Uçiçi. Dhe më thonë se pe 1 prillit, tha ti kime kontrënar, thash 1 prill është dita randhe. Ashtë edhe mund me thonë njerës qysh. E tha, po tha nuk bën me fole, edhe ta thëmë drejtën, shkumbin edhe Bart, unë jo që i kom kthyer shumë atëherë ekipën e parë. Edhe përgjigja ime e parë i kom thonë, unë nuk i kom kthyer ta që s'kom pos ku. Se ose tash qëtu unë dash kemi lujt me junior, ose me femnat, dilën, njona por gjithë, ose qëtu ose dilën. Edhe nuk kishe ta shku të më morë, se shambull që se të bike me shku, me lujnë në Gjaku, ose në Pej, ose ku ta djone, te i sa këtheshe ti, e luja shkejke. Ja, tha, na nuk e kem problem, tha veç, tha, dojna me po, tha, qëtë luj, tha, qysh lunë me këta thmit, tha, qashtoja në ekipor. E luja por ka qenë bash kontra Ajvali, se në atë ku në Ajvali u konsunoj të nërë. Derbi i 2 vllazërve. Derbi i 2 vllazërve, po i dajtën pikat. Po në fund, erdhëm dhe -4 pikë, ku ndështa Ferizaj për mu ka qenë luja më e mirë që unë si të nërë kom mujtë me mri, që prej 1-0 këthejmë 1-4. 1-4, po. E një peditore aty më të mirë, u konë Berat Ameti. Berat Hyseni, i ke pos dhe lejtori interesant. Shumë interesant dhe shumë të mirë. Po për mu lejtori më i mirë që kom ushtru në herë është me Tarmazrikaj. Pa dyshim. Një lejtor me një teknik, Allah tjeri Henri. Edhe 4 meqë në shpinë. Edhe 4 meqë në shpinë, këtë që kam përputh, kështu që sikura i djollën në so kom unë ushtru edhe so i kom po, a i djollë ka pos një talent shumë të madhe, një teknik përsusne. Por që o konë ma isë interesant e ka pos një hap shumë të zgotën dhe interesant. Lejtori mirë, konë. Shumë lejtori mirë. Trener, në futbol tani ke bos edhe da aventura dvogla, po të kalujmë pak të futsolit tash, se përmenëm ku paskoj që të ka flejt gjithë. Futbolli vogël, tani ma vun edhe futsoli, kështu zyrtarisht. Ka kallëzëm qa do me thonë futbolli vogël për ty, edhe kallëzëm i këtu vitet e para që ato turnet që thënë para luftës, se diçka na histori interesant kur keni fillu me këtë futbollin e vogël. Pasi që futbolli vogël u lu pikërisht për këty në yjev që kanë lu edhe futbol të madhe, ka qenë bukur interesant. Vëlloj, ketë kanë lujt futbol të vogël, vesh mujnë me të rajt me thonë, jes kanë lujt. Se ketë kanë lujt. Kanë shkune për turnire, kanë lujte, janë këthyjes, por nuk o konë ku me di qka. E si dhe mos qatë ku kur s'ke pos qka. Se janë konë fushat shumë të improvizume, dhe nuk o konë aja që ke mujtë me bo diçka që në zirë diçka. Po futbolin e vogël, shambull. Kur e dashuru të në to që? Unë jam dashuru futbol të vogël qysh si thmin shkollë fillore. Do të të sërë kom pos orë mësimi, ja komik për orës, ja diçka. Po e ke kry në Lenazik, ha? Në Lenazik, dhe u konë arsimtar Sadria, një arsimtar që u konë
shumë illant kështu mas futbollit, e ka dosht futbolin, po edhe në gjimnaz, sa më i froshët tash, atëherë u kon Halil Ashoni ish një pejt që ka kry për trajner të futbollit. E tash ata kur më pajshin të lujt, qysh se ke lujt ping-pong. Po, por kom lujt se kom shku, jam regjistru edhe kom lujt ping-pong edhe qështu. Mirë po në qështu në për shkolla, në për... Atër kemi lujt shumë në për shkolla. Po. Se të cilën shkollë ke pos ka 7-8 ekipe ku kam prit se cilën ku shkon e mun edhe del në drojt. Pastaj edhe fushat e gërmis kom lujt shumë, ku në ato gollat e vogla, shembull, ku lujshim ka 4 vete, të ditën lujshim. Veç i ndreshim ekipet, hajde. Ka ndodh rastësia kjo, një herë, Jusuf Tortoshi, unë edhe Bori Berisha të kuvendi qëtu, edhe një golf, e ka pos golf keren edhe për mas, edhe na menotëm që policia. Na i kishim ka i burek edhe patikat ishim shti kështu në dur edhe heshëm. Ta shtu edhe ajo, atë nesër me tish luja me 2 korikun. Na ta shkëshim sot e shtunën Prizren, nesër me lujt me 2 korikun. Prizren shkeshi për turnera? Futbol të vogël u kon liga e valla u kon firma vaz, ti që u kon na i msheo. Këto na këna shku me arsime, ndërmishë në arsime dhe burime. Arsime ka pos shok këtë naimin edhe qashtu me njëftu. Edhe ka dole e po, tha me dita juve, edhe na me dita, e lebe e sëse na shartite na kështë policia për vjen. Ku tha përshkëni? Allah që në Prizren përshkëm. Prizren? Pa po. Pse? O, këna luj. Luj? Ja, po ata luja nesër është. Po ata na nesër lujna me 2 koriku, por na përshkëna të nërë futbol vogël. Pe këtu i thamë Prizren përshkëni. Ku keni mu taku, atër u kon Leo kafiqit e Santeja aty të Queensi. Ja, tha, hade tha hyp një kërë me mu, tha, ja, unë i shej. Tha, jo, mësë lëzis, këni në vërë, këni me shku kompleti. E trenere është Jusufin atë kua? Këshëm trenere, tanit nesër me që, a pishe, këni shku atje. Jeni lu. Pa që shto konë, tash s'kena pos që me bo, e futbolin e vogël përgjithësi që shto pej shkolla, po me ndimesën e shumë tjerëve që shto tani edhe sunojnë e kom pos nga të shambull që shto se sunojnë e kem mbrojtjen ma shumë sëlm, po kena lujtë si përmesh, se kena pos problem. Keni kombinu. Me sunojnë na kombinu mirë, tani u konë doni që halo vazhdojnë me lujtë, Burimi Berisha, Arsimi Durmishi, ka njëse i diju Sadek Ramoni, se edhe me këta kom lujtë një vjetë për Mitrovicën në Novi Pazar, Rafeti Prekozi ka lujtë mirë, Jusufi Tortoshi, Ramiz Krasniqi, ka pos shumë lojtar të mirë ka pos, po konë interesant, po qështu ka dole, hajt, edhe i kena mri qëto kupa, qa kena fitu, qa s'kena fitu. Ta shtrajner që të më ndonë pak të kupat se si lojtari i futbolit vogël ke qenë kogja i sukses shumë edhe ke pas një karrierë gogja gjatë. Tash po du më ndonë të trofejt që i ke fitu me disa klube ndryshme si Rentakar Dreni, Bambu dhe Phoenix. Që shë kujtën këtë periud? Edhe është na i trofejt që të flenë nashta pak ma shumë kështu në zemër. Për mu trofeju që më flenë kështu në zemër, është kër e kom lonë me 42 vjetë qëtu turnirë në Ademi Ashorit, edhe është turniri por vitit 2008, ku jemi konë 4 ekipe, dhe thët shqiptar e Kosovës, reprezentacioni Shqipnis, në atër halo ishim të e formuse, o një peq aty në formuse, i pori kom për këto regula e topin e, na stop s'kena pos. Shambull kërko Shqipnia për herën e por, edhe uvorja Topin, mos e ka pru se se dote ka pru të Belgjikës, unë jëm shku e kom orë shpe. Se doti është loj me Se doti vogël e ka pos topin e vet, edhe se ata shkeshin edhe shumë marat kanë shku Belgjik, kanë lujt në për turniret
dogonat, edhe tani e kom di që aje ka tupin shpe, edhe kom shku e kom orë tupin shpe. Bar shambull është interesant edhe kjo punë Shqipnia, reprezentacioni i Shqipnisë kur ka orë për të parën erë aty. Qa është kjo? Se shambull Shqipnia është veç solla e Elbasanit të konë atë ku. Nuk kam pos sol tjetër, nuk kam pos kushte tjera. Ata u patën fascinu dhe u patën që ditë, pa ata ketë futsolit. Na konë ketë futbolit ma. Tash na, ata lujën o lov, normal që futsolit ka shumë dalem edhe shumë ma ndryshime dhe shumë ma shpejtësi. Ka intensitet ma të madhë. Edhe na dha një gull ata edhe thavori, valloj, ta puna mush. Ka dole për burta se ma e dizelema. Ka da dole që tash edhe këta i mujta. Edhe i këna këtu i këna mujt. Finale këna lyt me Molin e Zire, stacionin e Molin e Zire. Një lojtar pivot ka qenë kështu, i gjotë, të mojshëm nam me nol asnjë. Po dhe ata i mojtëm, aja ka qenë turniri që kështu më kalon bresa shumë të moja, edhe turniri fundit ja Demjasharit ku kam përfundu me karrierë. Sot e kësaj dite kupën e kom të shtëpia. Fitove kupën edhe kom morë kupën të shtëpia edhe e kom lënë edhe futsal. Sa herë ke qenë lojtari i vitit që atu? Se s'karo shumë futsal, ma si që 3 herë ke qenë lojtari i vitit. Edhe një vjetë jem konë gëllëshinu si më e mirë. Mirë shumë. Edhe trener, pas kësaj, tash shumë vjetë, je pjesë e përfaqësuesës të Kosovës, në ku si ndimës, tani edhe si trajneri i ekipit U19, po edhe si ndimës si ekipit A ke vazhdu. Tash jemi... Çfarë ndjenje është kjo me kom pjesë e ekipit kombëtar? Po kjo është ndjenja nashta ma modhe për një njeri kur e din se përfaqëson shtetin. Do të dihet se so mundi, so sakrifica, so gjoku derdh për këtë vend. So njerëz kanë dhënë jetë. So njerëz kanë vujt në për burgje ku ta di. Po kjo është një eksperiencë shumë e madhe sepse ne duhet të jemi ata që duhet ta vazhdojmë atë rrugë dhe mos ta harrojmë kurrë se çka ka ndodhur. Po mendojmë shumë më shpejt edhe shumë më pozitiv. Gjithmonë me pozitivitet të marrim gjonat edhe sanet edhe të jemi njerëz që duhet të mendojmë për të ardhmen e këtyre fëmijëve që të shkojnë sa më lart. Tash na kemi pas shembull se edhe tek ne është ekipi që do të kemi pak solitor që mund të them e kam bot vetën në futsal dhe duhet të mendojmë për një të ardhme sa më të shëndetshme me lojtar të ri që vje kohë sepse gjithmonë duhet të shkojmë përpara. Cili është kapaciteti treneri i vendit tonë në futsal? Që se morim në Ballkan tash, na e pomë edhe vetë kampionatin evropian i cili u majt. A mujna me post naj sukses tafër në paktën si ekipi i futbollit madh, me kom pjesë? Po nuk është larg. Unë mendoj. Nuk është larg, sepse nëse mundet Kroacia ta mund Francën, kur dihet që Franca akoma është vendin e tretë në botë, po vendin e katërt është në Evropë. Tash do të thotë Franca prej Kroacisë, e dihet që ne vitin e kaluar kemi luajt me Kroacinë me një rezultat 7-3, ku dihet se Kroacia ka një buxhet shumë të madh, mirë po ka edhe lojtar. Unë mendoj se edhe Kosova nuk është larg, sa i përket rajonit, unë mendoj se me këto shtetet e tjera mund të bojmë boll shumë mirë, edhe shumë lart. Besoj që një të ardhme tafër mujna me siguru na e. Po mendoj që nuk kam e shku larg edhe do tjetë ajo që kam e ndodhë. Shpresojmë të arrim se mase dojmë edhe futbolin e vëllë. Na vetë jemi që dojmë edhe jem qështu, jem nostalgjik se jem pak edhe si ma gjak nxehtë, përgjithësi këtë Ballkani është kështu, po unë mendoj se ka orë koha që ne t'i gëzojmë me gjithë atyre që kemi vujt për ato vite që kemi pas. Tumuna. Trajner, para se me fillu podcastin, na diskutum
që Kosova e ka një reprezentacion shumë të mirë në futsal, po që e përmendëm si fakt nashta pak shqetësues, moshën mesatare të ekipit, kjo nashta për faj edhe të prindërve sipas meje, që nuk i edukojnë fëmijët qysh në moshë të vogël, që nuk i shtyn domethënë me u marrë me futsal ose eventualisht edhe nëse kanë dëshirë nashta ai pasioni që mu marrë me futboll. A mendon që kjo është një arsye pse nuk ka shumë interesim të madh që fëmijët me u marrë me futsallin? Po bardh mendoj se kjo duhet të bortet në për shkolla. Po. Dhe duhet që të jemi edhe ne si trajner pa marrë parasysh ku do të qoshmi në për qytete edhe në për qytete tjera. Dhe të afrohemi dhe komunikojmë me ta që tjetë bile s'poku njëherë njoft një orë edukat fizike të ketë futboll. Tash nuk dojmë me bo jo çdo herë që ka edukat fizike me bo futboll, se ndoshta ka dikush talent për handball, ka dikush volejboll ose ku ta dini sport tjetër. Mirë po një orë e edukatës fizike të jetë vetëm futboll. Dhe aty ata që quajnë se nuk është more, se sot komunikimi është pjesë përbërëse e konë gjithë. Edhe ti dush me konë sa ma komunikativ dhe me afru ato, edhe shambull që se shen një talent, që ka talent për futsal ose prej futbollit vogël, se na vëllas kena ditë me lujt futsal, po prej futbollit vogël i kena bërë qito edhe kemi dollë. Tash edhe aty, edhe me pas këtë komunikim, sa më pozitiv do të gjeneratat e reja që vinë, edhe me bashkëpunu që me shku për para. Kështu shkuet. Shambull qelën shkollat e futsalit, tash na e dim që pak është problem se nuk ka buxhete, nuk ka gjona tjera. Mirë po kjo mund të më bëjë me shkolla. Do të që se vim dhejt e shkollat, që në mos të filluar edhe të mesme, aty me po. Do ka shme do me dhënë që jaj do të me lujt futsal. Po që se shë vetën edhe e din që ka talent për ato, pse mos me vazhdu. Do ka shme do me dhënë që tash do të ketë futbol të madh. Ka dikush smunët, nuk përputhet, nuk lidhet. Po që se ti ki mundësi me lujt futsal, pse ju, atër vazhdon, tash na shumë shamut Prishtina 0-1 se 3 vite, hinë në 16 të parat në Evropë. Nuk është pak. Jo, është normal. Jo, është arritje. Kjo është një sukses shumë i madh. Shambull për para ke pas edhe Feniksin, ka kalu. Ke pas edhe Liburnin e Gjakuvës, që tash kem faqe apen Gjakuv po kthehet futsalli. Po formohet një klub. Po. Është mirë edhe në Pej. Edhe në Prizren. Prizren. Po. Gjilan. Po në qytetet, të paktën qytetet kryesore. Qytetet kryesore, mirë është Koma, Lisheva, Karavesi, ajo është shumë. Ajo veç plus. Ajo është rriti. Po unë mendoj që në për shkolla me këta arsimtore dhe me këta profesora kështë me qenë shumë mirë që me pos një bashkëpunim shambull kur të kanë ndaj turner. Vitin e kaluar kanë organizu komuna edhe Dardant. Kanë bërë turnerin, janë mbledh shkollat filluare, shkollat e me. Ajo është e mira. Aty shet ti përparësi. Dhe të sa ka mundësi dikush me dolë si talent, pa e pa kërkushish. Do të me zbulu arsimtore ose profesor. Kjo është e mira e futbollit edhe futsallit. Përgjithësi. Edhe neve aty si trenerë anonimon, po edhe ti si arsimtor mund është do me thonë me zbulu me po që ka talent e fëmi. Tash mos thojmë për tjera se ku ta din. Se futsal nuk ka mbrojtje se po, të dy po. Falenderojmë shumë që ke gjetë ku me ardhë. Falenderit edhe juve për ftesën. Ardhen tënde. Gjithat mirat ju dëshiroj, po që spori shëndet. Faleminderit shumë. Punë të morë për gjithë juve edhe si staf, edhe si koleg, që shtu do të me mojt vetën, me pozitivitet gjithmonë. Po, falenderit shumë. Falenderit juve. Na e falenderojmë bardhë sponsorin tonë që na mundson këtë podcast e Xfis, ndërsa me juve shikus të dashur shihemi në javën e ardhshme. Shihemi javën tjetër.